Mirë, ja ku jemi tani me gjysmë finalen e dytë. Në këtë përballje do të kemi Universitetin TBU, Tirana Business University, dhe në Universitetin Aleksandar Xhuvani nga Elbasani. Një duar trokitje për të dyja skuadrat që janë pjesë e kampionatit në këtë fazë të rëndësishme që është gjysmë finalja. Duke qenë se jeni kualifikuar nga faza e dieshme eliminatore, do të keni të drejtën për të qenë një nga finalistët e finales madhe, nga finalistët përsa i takon finales vogël, e cila do të zhvillohet pas këtij debati. Mirë, juria që do të bëj vlerësimin sot do të jetë kjo që ju shihni tashmë dhe qenë se ishit pjesë edhe e debatit të parë, po i prezantoj Oltena Rama, drejtuese e organizatës PVN, Aldi Sheu, në profesion jurist, apo jo, por edhe një nga Ridi Becat që kemi pasur në kampionatin kombëtar të debatit Ridi Bet, dhe trajneri i skuadrës Harry Fulc. Nga ana tjetër kemi dhe Blerta Tucin nga Hub, EU Policiab, më fal, por edhe një se shumë e mirë e shoqërisë civile, duke qenë se ka qenë pjesë e shumë projekteve të ndryshme, përsa i takon nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Faleminderit që jeni këtu pjesë. Do të vjojmë me debatin e parë, me debatin e vetëm, se unë jam mësuar akoma jam tek Ridi Bedi, por një debat kemi këtu, një temë do të trajtojmë, kështu që do të ftoj skuadrën e TBU-s bëj përzgjedhjen e temës. Njëri nga zarfët. E lexojmë. Përgjegjësia e konsumatorëve në të vërtetë sa mund të bëjë ndryshimin. Faleminderit. Qa emocionesh na dritën duart, Mirë, tema për cilën do të debatojmë në këtë debat tani është përgjegjësia e konsumatorëve në të vërtetë sa mund të bëjmë ndryshimin. Kjo është tema, do të zgjidhet tani skuadra e Elbasanit qëndrimin që do të mbajmë në këtë debat. E tregojmë nga kamera. Kundër. Pro do të jetë TBU-ja. E tregojmë edhe qëndrimin pro. Faleminderit. Okej, shumë suksese të dy skuadrave. Keni 7 minuta kohë përgatitore. Mirë, jemi gati. Koha ka mbaruar. Do fillojmë debatin përsa i takon temës përgjegjësia e konsumatorëve, në të vërtetë sa mund të bëjmë ndryshimin. Do të kemi në këtë përballje Tirana Business University dhe Universitetin Aleksandar Xhuvani nga Elbasani. Do të filloj skuadra që mbajnë qëndrimin pro, në bazë të strukturës debatit që ju tashmë e njihni, por gjithsesi do të shfaqet edhe në ekran pas pak. Ju uroj shumë suksese, jepni më të mirën. Gati? Gati. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, e nderuar juri, i nderuar ekip kundërshtar dhe e nderuar audiencë. Unë jam Mendi Saliko, përfaqësues i Universitetit Tirana Business University dhe kemi për të përfaqësuar palën pro, nëse përgjegjësia konsumatore është e rëndësishme apo jo. Së pari do dëshiroj të përkufizoj se çfarë vërtet është përgjegjësia konsumatore. Është vetdia e individit i cili konsumon në fund të zinxhirit ushqimor, në fund të zinxhirit të shërbimeve, nëpërmjet informacioneve të tyre. Është ai kujdes që individi përpiqet të japi për çështjet siç janë ato klimatike dhe shëndetësore kundrejt vetes së tij. Është një nga përgjegjësitë më të rëndësishme në kohën moderne, sidomos tani që informacioni është sa më shumë dhe më i lehtë i aksesueshëm. Dhe ne mendojmë që kjo përgjegjësi është ajo më vendimarrësja për të sjellë atë diferencim në përditshmërinë tonë, sidomos në aspektin konsumator. Do dëshiroja që ta hapja në një, le të themi, mënyrë vizuale se si kjo përgjegjësi ka për të ndikuar në firma dhe në botën tonë. Danja, të lutem, nëse do të ishte mundshme, do doja ta mbaje çikraun kështu. Çfarë ka bërë Danja është lakorja e kërkesës në fushën e ekonomisë. Dhe krahu im ka për të synuar dhe ka për të simbolizuar lakorën e ofertës, pra atë që përfaqëson ofertën nga kompanitë ndryshme me shërbimet e tyre. Bazuar në këtë ekuilibër që është ndërprerja, sjell atë ndërveprim në tregun dhe konsumin ton. Por, nëse Danja si konsumator lëviz
në një kuadrat komplet tjetër, ai kuadrati të qenë në produkte ekologjike, produkte të shëndetshme, unë si një prodhues jam i detyruar që ta ndjek përpara, përndryshe në këtë treg, i cili nuk adaptohet, i cili nuk përshtatet me kërkesat e konsumatorit, firmat automatikisht kanë për të rënë. Dhe kemi parë në për shumë kompani të ndryshme. Kemi parë në rastin e kompanive të cilat janë adaptuar, siç ka qenë kompania e Teslas, e cila aksionet e tyre për gjatë periudhës kohore 2019 me 2020 u trefishuan në çmim, përse sepse konsumatorët e tyre kuptuan vizionin që ishte prodhimi i makinave ekologjike. Kemi parë raste siç është H&M, siç është Zara dhe siç është dhe Nestle, të cilat nëpërmjet metodave të tyre jo ekologjike të prodhimit, nëpërmjet metodave të tyre dëmtuese në aspektin shëndetësor, morën bojkotim, e cila është forma më e mirë për të shprehur këtë përgjegjësi, është forma më e mirë për të treguar se si mund të ndryshojnë dhe është forma më e mirë e cila vërteton se sa fuqi ka konsumatori në fund të këtij zinxhiri. Por për të jashtë këtyre, le të flasim në aspektin shëndetësor. Ne për te i faktit që duam të kujdesim për mjedisin, e respektojmë shumë shëndetin ton dhe është një më të rëndësishmet. Sipas kërkimeve të Chen Institute of Research of Medical, në Amerikë kanë zbuluar që 70% e diagnostifikimeve të sëmundjeve në zyra klinike vjen për shkak të keq ushqimit. Kjo që mund të ishin marrë për masa shumë herë më të thjeshta, nëse konsumatorët do të ishin të vetëdijshëm. Tani ekipi kundërshtar mund të thotë, "Okej, por ka shumë produkte që mund të konsumojë individi, ka shumë shërbime që mund të marrë. Si mund të informohet ai në një mënyrë kaq të shpejtë kur çdo gjë ne ndikon në përditshmërinë tonë?" Dhe për këtë mund të përgjigjem nëpërmjet teknologjisë. Ekzistojnë dhjetra deri në qindra ku tregu i tyre specifikisht arrin në $25 milion, aplikacione të cilat identifikojnë në moment nëse produkti së pari është ekologjik dhe i mirë për mjedisin dhe po ashtu i shëndetshëm për konsumin e përditshëm. Po ashtu për të atyre në aspekt ekologjik, duhet përmendur fakti që 97% e përdorimit të plastikut në Shtetin Britanik u rrëzua pas ligjit që konsumatorët janë të detyruar që të paguajnë për qeskat e tyre plastike. Një diferencë gjigande. Për te këtyre, faktori që unë po ashtu dhe hapa që konsumatori merr vendimin dhe firmat duhet ta ndjekin, është më së vërtetueshëm për shkak të statistikës që Forbes i ka zgjedhur për Gen Z, pra gjeneratën e re, në Amerikë, ku 75% e tyre ishin më së të gatshëm dhe kishin shprehur si pro zgjedhjes së produkteve më ekologjike dhe më të shëndetshme. Dhe në rastin britanik, 54% e gjithë popullatës britanike, e cila ishte marrë në pyetje në forumin britanik, një nga forumet më të mëdha të atij shteti, kishte shprehur që do ndryshonin gjithë modelin e sjelljes së tyre për të mbështetur këto lloj nisme për shkak të mbrojtjes së mjedisit një dhe po ashtu të mbrojtjes në aspektin shëndetësor të tyre. Mendoj që kam qenë mëse i qartë se përse përgjegjësia konsumatore është vendimarrëse dhe është ajo që ka për të drejtuar tregun, sepse nëse kompanitë nuk stabilizohen dhe nuk sjellin ato shërbime dhe produkte, automatikisht kanë për të fundosur, siç kemi parë në kompanive të tjera të cilat nuk u adoptuan sipas tregut. Por për te aspektit privat, le të futemi te aspekti publik. Roli i institucioneve qeveritare është specifikisht si shërbyes të popullit. Kjo është më së ditur. Roli i tyre është të mbështesin vazhdimisht popullin bazuar në kërkesat e tyre. Duke bazuar siç në statistika që pata përmendur, ne e shohim interesin dhe ashtu siç ai roli institucional dëshiron të mbrojë interesin e popullit, ka për ta bërë akoma dhe më të thjesht aspektin e mbështetjes të kryenismave. Shohim aspektin taksor, siç është rasti i taksave për mbi produkte që mund të konsiderohen se të dëmshëm kundër mjedisit, siç është cigare, siç është alkooli, pra taksa akcizës, e cila sjell atë, le të themi, pesh në konsum në mënyrë që të uli nivelin e konsumit. Shohim po ashtu dhe aspekte incentivash. Okej, shumë faleminderit. Përshëndetje. Atëherë faleminderit, suksese, le të fitojmë më mirë. Atëherë unë ju vlerësova për gjitha argumentet që ju thatë, por doja ta nisja. Ju në fakt thatë për rolin e institucioneve, thatë për kompanitë, thatë disa fakte që janë kryer në Amerikë, por doja ta nisja se sa zbatohet kjo.
sa reale është në ditët e sotme, sa e shikojmë ne. Pra ne them, ti vetë the që kompanitë kanë një rol të rëndësishëm, por sa e zbatojnë këto kompani këtë rol? Sa zbatohet sot? Nëse do të ishte mundshëm. Sigurisht, kjo është shumë e zbatueshme. Ne kemi parë rastin e kompanive të mëdha të prodhimit të baterive të litiumit, të cilat kanë qenë shumë të mbështetura nga konsumatorët, sepse këto bateri përdoren për makinat elektrike. Ata kanë vendosur që vetë kompanitë që mbajnë përafërsisht 50% të gjithë tregu global të prodhimit të këtyre lloj baterie specifike, janë investuar në zgjedhjen e një baterie akoma dhe më të mirë dhe ekologjike për mjedisin, ajo që është bateria që përdor sodium, pra krip. Dhe siç mund ta shikojmë, sasitë e tyre në fushën kërkimore, në fushën e krijimit të fabrikave, në fushën e prodhimit dhe në krijimin e zinxhireve prodhues, arrin të vërtetojnë që po, këto kompani janë duke investuar, po, këto kompani janë duke marrë masa dhe po, bazuar në blerje dhe testime që janë duke bërë, po, këto kompani janë duke marrë ato iniciativa përveç qeverisë nëpërmjet të uleve të taksave ose të atyre të mbështetjeve, po ashtu në aspektin e konsumit të konsumatorëve, duke parë xhirot paraprakët të këtyre kompanive. Faleminderit. Okej. Atëherë po, ka disa kompani të cilat janë shembuj në tregje, por unë doja të përmendja pak edhe një fakt, manipulimi i kompanive. Siç e dim, e shikojmë që kompanitë duan fitimin e tyre. Kjo është më së normale për të lëvizur tregtin, për të lëvizur parat, kështu që ne kemi manipulime në kompani, ne kemi të ashtu quajturat reklama. Konsumatori shikon, vëren, më pas zgjedh, por nga ta di ai me disa reklamave që ai shikon që ky produkt është bio, a është bio ai në të vërtetë, a vërtetohet kjo? Pra ka disa kompani të cilat mund të përdorin manipulimin, reklamën, që të manipulojnë dhe të bëjnë konsumatorin që të zgjedhë thjesht produktet të cilat i vinë në pa ose i duken më të mira. Pastaj përveç kësaj ne kemi edhe shumë faktorë të tjerë që ndikojnë që konsumatori nuk është aq i përgjegjshëm. Kemi për shembull kohën. Koha është një themel shumë i rëndësishëm sepse konsumatori mesatar nuk ka një kohë të disponueshme shumë të madhe. Pra një konsumator mesatar është në punë dhe në një punë tetorare, mbasi të vi thjesht faleminderit. Atëherë, përshëndetje, doja të nisja nga shembulli që ju dhap me kërkesën dhe ofertën, sipas diagramit të tij. Është vërtet fakt ajo që u tha që nëse ne ndikojmë në kërkesë dhe oferta, pastaj do bjerë çmimi, por pyetja, në fakt nuk do të jetë pyetje, por është e vërteta që nëse ne ndikojmë në pjesën e çmimit, pastaj edhe kompania do ndikojë në pjesën ekologjike. Nëse ne ndikojmë në pjesën e çmimit, atëherë kompania do zgjidhë një produkt me çmim më të ulët. Do sjellë një produkt me përgjegjësi më të ulët, sepse ato duan të kenë fitimin e tyre. Në fakt është e vërtet që në shumicën e kohës dhe në shpesh ne përballemi me këto sfida të konsumatorit, por në vërtet ka vërtet sfida. Vërtet përgjegjësia e konsumatorit në thelbin e saj nuk ka një qëndrueshmëri aq aktuale sa që paraqisni, sepse kemi të bëjmë me një hendek që ndodh midis informacionit të aksesueshëm dhe vendjes së konsumatorit, sepse në momentin që tu ka në pak të hendek, është e pa diskutueshme që ka një paqëndrueshmëri. Pse? Se sipas statistikave të fundit tregon që informacioni aksesueshëm nuk është shumë më i drejt për drejt te konsumatori, dhe kjo tregon që konsumatori nuk është i vetëdijshëm për gjithçka që ai merr. Tregon gjithashtu që në thelb konsumatori, përgjegjësia e tij, fakti që sjell në të gjithë këtë proces dhe dijen e tij për konsumimin është me 0%. Prandaj konsumatori në lidhje me institucionet, me kompanit, absolutisht ka një hendek midis informacionit të aksesueshëm edhe vendjesa që ai ka nëpërmjet këtij konsumimit. Atëherë, përgjegjësia edhe një herë. Atëherë, përgjegjësia e konsumatorit nuk kupton dhe pa vetdijen
që ka konsumatori kur duhet të zgjedhë një produkt apo shërbim, duke mos u përmbajtur standardit ekologjik që ai produkt ka. Ju fare mirë e përmendët shumë mirë që makinat ekologjike, por a është efektive kjo? Tani ju përmendët plastikën në shtetet domethënë në Britaninë, në Britani. Atëherë, ti kthehemi pak përdorimit plastikën në Shqipëri. Ju domethënë plastika në Shqipëri 70% nuk riciklohet, në rastin më të keq hidhet nëpër dete dhe lumenje. Kjo është një statistikë shumë, domethënë se apo jo. Tani atëherë ne do bëjmë një përmbledhje. Kolegu im po fliste për pabërshmëria e institucioneve. Pra sa përgjegjëse janë institucionet përkatëse për këtë. Ne shikojmë punojësit e bashkisë apo AKU-ja, sa përgjegjëse janë këto në fakt. Është e drejtë që konsumatori duhet të ketë ndryshim, por sa mbështeten këto nga institucionet përkatëse. Ne përmendëm kohën, pra që është një kyç, dhe përmendëm gjithashtu financat. Sa financa ka konsumatori? Sa para do të harxojë ai në një konsumim që është i mirë, që nuk ndikon në një dis apo në një shoqëri? Dhe përveç kësaj dua të shtoj edhe prodhimtari. Ne dim sipas të dhënave statistikave që jemi 8 miliard njerëz. Si do të kryhet gjithë kjo prodhimtari? Nga do dali gjithë kjo prodhimtari? Pra ne nuk e dim se si mund të dali gjithë kjo prodhimtari për gjithë këto popullat. Si do të kryhet? A do të jenë këto të gjitha bio? Faleminderit. Dua të marr një rast shumë interesant fakt, është pjesa e bojkotimeve. Tani ne dim që shumë kompani i çojnë të ardhurat e tyre në vende të luftës, si për shembull për Rusinë apo për Izraelin gjatë luftës së Palestinën. Tani disa konsumatorë me të vërtetë bënin të pjesa e bojkotimeve, por shumica e konsumatorëve nuk i bojkotonin, thonin që nuk na intereson neve sepse nuk jemi ne ato në prag lufte. Ndërkohë vazhdonin edhe merrnin produkte nga McDonald's apo KFC, të gjitha ato produktet që merren me angazhimin ndaj luftës. Dhe për ta përmbledhur në gjithë këtë aspekt, në çështje më të gjerë, absolutisht në mënyrë absolute, një nga shutat më të rëndësishme të konsumatorit është dhe arsimimi, edukimi. Përgjegjësia e këtij konsumatori të kohë në mënyrë të drejtpërdrejtë tek edukimi, të arsimimi. Sepse kjo mund të mundur që mungesa e kësaj përdhushmërie, konsumimi pa të gjeshëm, duke kaluar në hemisfera të jashtëzakonshme të statistikës që kemi të bëjmë me një përdhushmëri të ulët, tregon që arsimimi po dobësohet për shkak të kësaj pagjeshmërie të konsumatorit. Prandaj ne kemi nevojë për një përgjegjësi, kemi nevojë për diçka akoma dhe më të gjerë, për të pasur në thelb të konsumim që ka lidhje të drejtë me edukimin. Kjo, faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Kedri Dërmishi, jam pjesë të BU-s dhe unë mendoj që konsumatori sigurisht që kanë ndikim në çdo gjë që rrethon rreth kompanive. Do e merrja pjesën që ju thatë për investimet që e kanë më mirë që të blejnë diçka te McDonald's sepse nuk janë ato në luftë. Pa nuk tregon kjo që vetë kompania, çdo investim që ka bërë është e bazuar nga parat e konsumatorit, pra nuk do thotë që konsumatori ka ndikim te kompania. Atëherë, është e ditur që këto kompani një pjesë të ardhurave të tyre i çojnë në fuqizimin e armëve apo ushtrisë izraelite. Dhe ashtu e mbështesin në luftë, duke qenë se kemi parë shumë, nëse shkoni në TikTok, Instagram, kudo keni videot të shumë influencave që e përdorin McDonald's dhe për këtë pjesën. Kështu që ne kur jemi të vetëdijshëm që kjo gjë ndikon, atëherë pse duhet ta bëjmë? Pse duhet që ne të mbështesim këto kompani? Pse duhet ne si konsumator? Përgjigjja tregon që gjithsesi nëse konsumatori ishte i përgjegjshëm, atëherë do kishte ndikim edhe tek çfarë bën kompania. Atëherë kam edhe një pyetje tjetër.
ju thatë që sa ndikon makinat elektrike tek gazi karbonit, çdo gjë. Atëherë e dini ju që sipas studimeve të Forbes, CO2 është ulur me 32% në shtetet e Europës kur kanë pranuar të përdorin vetëm makinat elektrike? A mendoni që ky nuk është një statistikë e nevojshme? Po, kjo është një statistikë e nevojshme, por sa është çmimi i makinave elektronike? Shumë nga makinat me naftë, si për shembull kemi pasur dhe mundësinë për makinat elektrike që janë taksit në Tiranë, ku mund ta blesh një me çmim rreth 10.000 euro me një kredi që është 0%, vetëm sepse po shtyn që ne të bëhemi pjesë eco-friendly. Por sa është rroga mesatare e një individi, le të zëm këtu në vendin tonë. Dalim jashtë teme. Por gjithsesi kolegu im kishte një pyetje. Nuk dalim jashtë. Atëherë përshëndetje. Një aspekt që pa të prekur është dhe ai le të themi që mund të jetë më me kosto të lartë për të prodhuar produkte ekologjike. A nuk mendoni që firmat thjesht me kalimin e teknologjisë mund të krijojnë një prodhim në ekonominë në masë për këto produkte ekologjike, ashtu siç ata kanë arritur një teknologji në prodhim në masë për ato produkte paraprake? A e shikoni këtë gjë si të mundshme? Atëherë, që tha vajza në fillim, ne jemi shumë konsumator, që do të thotë duhet kemi një kompani duhet ketë shumë produkte që ne të na japi. Sepse duke qenë shumë konsumator, ato do të krijojnë sa më shumë produkte dhe nëse këto produkte shiten një çmim të lirë, atëherë kompania del në fitim. Dhe nëse këto produkte ajo i bën të sa më ekologjike, atëherë çfarë fitimi do kishte kompania? Nëse do të ishte mundshme, nuk marrë një përgjigje të drejtë për drejtë. Pra, a mendoni që prodhimi në masë të produkteve ekologjike është i mundshëm apo jo, siç është krijuar deri më tash për ato produkte jo ekologjike paraprake? Atëherë, janë dy kompani të mëdha të naftës sot në botë që me Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit juristë dhe organizatorëve të debatit për mundësinë e dhënë. Unë jam Ergi, vi nga Tirana Business University dhe jam i pozicionuar në panelin pro të temës përgjegjësiria e konsumatorit, sa mund të bëjë ndryshimin. Më pëlqen se si paneli kundër bëri një analizë makro, por do doja ta evidentonin konsumatorin jo thjesht si një agent ndryshimi, por se si implementohet ai në sistemin makro dhe mikroekonomik. Si indikatorët më të rëndësishëm të një sistemi ekonomik në përputhje me faktorët e ndryshimit që shërbejnë ose përfitojnë. Ju erdhët me një qasje green, e cila më pëlqeu shumë, por që harruat të evidentonit faktorët ekologjik që mbështesin pikërisht burimet dhe evidencat nga firma më të mëdha të prodhimit. Nisur nga sfidat, nisur dhe nga qëllimi i përgjithshëm për një aspekt green, unë do doja t'ju bëj dhe t'ju drejtohesha me një pyetje shumë të qartë. Nga perspektiva e përgjithshme për një ndryshim në sistemin makro dhe mikroekonomik, në cilën nxitet sjellja e konsumatorit, edukimi i tij rreth konsumit, siç e shpjegoi edhe kolegu im Endi, do doja të dija nëse perspektiva strategjike e një ekonomie tregu mund të implementonte disa avantazhe për tregun. Gjithashtu, duke qenë se ekonomia dhe shkenca e ekonomisë na pohon qartazi se nuk lë institucionet qeveritare ose biznesin e vogël të implementojë një prodhim tregu dhe të marrë rrjedhën e një tregu të lirë, por e vendos konsumatorin si një pikë kyçe në prodhim dhe në aspektet e tjera. Është një marrëdhënie ndërsjellë sigurisht, kërkesa dhe oferta përbëjnë tashmë një ndryshim në tregjet globale, por që konsumatori do doja të dija nëse bënte një rol kyç apo jo në treg, gjë që ju e kundërshtuat dhe tha që nuk përbën. Faleminderit. Kundërshtimi jo konstaton në fakt përgjegjësinë e tij, në sensin që absolutisht që konsumi dhe konsumatori në vetvete ka një rol të caktuar, por mos harroj fakti që ky konsumator ka një lidhje të drejtpërdrejtë me institucionet. Pra nuk ka vetëm një kult individi, pas flasim vetëm për një konsumator, por flasim për një konsum i cili ka lidhje me gjithë makrosistemet e ekonomisë. Dhe në këtë sens ne kuptojmë dhe tregojmë këtë gjë, që po konsumatori nuk dhe përgjegjësia e tij tregon një ulje drastike të gjithë këtij makrosistemit të ekonomisë. Përgjegjësia e tij, mos informimi i tij, mos edukimi i tij në
më të vogël pikërisht për këtë gjë. Kemi sot në shkolla që kjo nuk aplikohet, nuk operohet edukimi mbi konsumi, të cilët e bën individin të pavetëdijshëm për këtë gjë. E bën të pavetëdijshëm për të gjithë këtë makroekonomik se si ai do të bëhet një individ i përgjegjshëm nesër në shoqëri. Dhe absolutisht që ka një rol të rëndësishëm, por ai nuk është vetëm. Është rrethuar me një sistem i cili duhet të jetë i aftë, të di dhe duhet të jetë i informuar se si kjo të ketë një proces dhe një progres aq të tepër në konsumi dhe në përgjegjshmërinë e tij. Faleminderit. Atëherë, doja të thoja që janë disa produkte jetike që sido që të jetë duhet bler nga konsumatori. Ju do shkoni në supermarket, do merrni një bidon ujë. Bidoni ujit është i përbërë posaçërisht nga plastika, siç e dimë gjithë. Dhe ne si përgjegjësues konsumator përgjegjësues do bleni një bidon me qel që është më ekologjik. Por ka raste që supermarketet nuk i kanë fare, edhe po i patën janë një çmim më të lartë, gjë që jo të gjithë kanë mundësinë. Gjithashtu, nëse marrim rastin që do shkoni në furrë apo në supermarket të merrni bukë, ju do rini të pusni vërdallë, më falni, nga çfarë është bërë kjo buka? Nga ta diun që kjo është ekologjike, sepse ne si konsumator në këtë rast duhet i besojmë situacioneve. Sepse duhet që ato të rregullojnë këto gjëra dhe nuk kemi në kohën e mjaftueshme që do presin shtëpinë të shtëpisë në shtëpi për të ngrënë bukën dhe do rrim gjithë supermarketin pyesim nga çfarë është bërë kjo, nga çka ka kjo. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Danja dhe në përmbledhje të gjithë temës që ne folëm sot, unë doja të vija re një moment më duk sikur e tërë biseda ishte duke mbrojtur përgjegjësinë konsumatore. Ju thoni jo se është gabuar, ju po thoni është e vështirë. Pra duhet, por është e vështirë. Domethënë ne jemi në dakordsi deri diku së bashku. Pa vedije, si mund të flasim ne sot në një blok plot informacione për pa vedijen e konsumatorit. Ne sot kemi vedije, ju sot keni burime informacioni, telefonat, kompjutra që ne shohim sot janë gjitha burime informacioni. Si mund ta dish ti nga çfarë është përbër buka? Një pyetje 2 sekonda, ty mund të të kushtoj shumë. Se çfarë elementesh ka ajo buka brenda? Shumë amerikan vinë brenda shtetit shqiptar ose brenda Europës dhe thonë unë kisha intolerancë ndaj gluzës andej, vinë në vendet europiane dhe shikoj që nuk e kam më. Si mund mos të dim ne se çfarë fusim ne në trupin ton? Si mund mos të dim ne se çfarë konsumojmë ne jemi konsumator nga fillimi deri në fund. Të gjithë njerëzit janë konsumator dhe ne nuk mund të bëjmë një sy ushqyar sot dhe të themi nuk e dim, se bëjmë dot, s'kemi kohë. Kjo është eficiente, të dish çfarë ti po konsumon. Nuk mund t'ja lësh të gjithë në dorë qeverisë. Ne jemi një shtet demokratik, ekziston liria individuale dhe si një shtet i lirë dhe si një njeri i lirë që je personi ti, atëherë ti mban përgjegjësi për ato që ti po konsumon, ti mban përgjegjësi për veten tënde, ti mban përgjegjësi për çdo gjë që ti po përthith në trup, ti mban përgjegjësi për kompanitë prodhuese që përmendi dhe kolegu im, pra ne po themi të njëjtën gjë. Përgjegjësia konsumatore duhet ditë për ditë. Përgjegjësia konsumatore na ndikon në fizik, na ndikon në globin ton, globi shkatërrohet dhe ne themi nuk duhet përgjegjësia konsumatore, patjetër që duhet. Sa mund të ndikojë? Ndikon shumë. Përgjegjësia konsumatore tek njerëzit ndikon shumë. Çdo gjë që ti konsumon, çdo gjë që ti prodhon, çdo gjë që ti je kjo që është sot. Nëse ti s'do dije se çfarë po konsumoje, nëse ne do ishim të rrethuar nga plastika që digjeshin, ti zonë do të frym. Ne do ishim të gjithë në spitale. Si mund mos jemi ne konstant dhe ta shikojmë se çfarë po ndodh realisht me realitetin ton. Dhe më pëlqeu shumë fakti që shqyqyr nuk e kundërshtuat plotësisht idenë që përgjegjësia konsumatore është e gabuar, por thatë që është e vështirë. Jam dakord është e vështirë, por që duhet. Është e domosdoshme. Ne sot nuk mund të bëjmë një syqor për një glob i cili po shkatërrohet dhe të themi që nuk ekziston përgjegjësia konsumatore. Unë ju falenderoj. Okej, edhe ne ju falenderojmë. Faleminderit për debatin, faleminderit të dyja skuadrave. Do të shtoj Okej. Kanë, vazhdo. Dhe për ta përmbullur më së miri, doja të theksoja diçka përkundrejt panelit pro. Ne do ta edukojmë veten për ditë si një konsumator i rregullt, sepse gjithçka në konsum ka një kosto. Në mënyrë që kostoja të jetë proporcionale dhe një kurrë të drejtë, ne do të marrim një edukim super të favorshëm për të qenë konsumator të rregullt. Faleminderit. Faleminderit tani. Një duar tërkite për dyja skuadrat.
Është koha që juria të mblidhet për të bërë vlerësime dhe të zbulojmë pas pak edhe finalistin tjetër për finalen e madhe dhe për finalen e vogël. Unë kisha shumë, e kupton si ngeca, nuk të dhja që më Mirë, jemi gati tani të zbulojmë edhe rezultatin për sa i takon debatit gjysmë finalist midis gjimnazit, midis Universitetit TBU dhe Aleksandr Xhuvani nga Elbasani, për të kuptuar se cilët do të jenë finalistët dhe finalistët për sa i takon finales vogël që do zhvillohet shumë shpejt pas pak pra. Fjala për jurin. Atëherë shumë faleminderit për debatin. Shumë faleminderit për argumentet, për përkushtimin. Disa kritikat vogla sepse s'duat ju marrë dhe shumë kohë. Duhet të jeni pak më unison si skuadër, sidomos ekipi i Elbasanit. Kjo diferenca juaj brenda ekipit u ndje pak, pra jo për t'ju dekurajuar, thjesht duhet bashkëpunoni më tepër me njëri tjetrin dhe linja argumentuese duhet të rrjedhë në gjithë ekipin. Pra sigurisht ju mund të keni disa argumente të ndryshme, megjithatë duhet ndihet pra që ekipi e ka prodhuar grupin e argumenteve së bashku. Patë disa gabime gjatë debatit, për shembull u drejtua pyetje në seksionin që ju kishit fjalimin, ju e kuptoni shumë mirë për çfarë kam fjalën. Dhe të gjitha këto janë marrë në konsiderat për rezultatin final. Argumentet, duke gjykuar paketën, janë të vakta, pra duhet kishit më tepër argument nga paketat që ju i dini shumë mirë. Pra nuk është se haseni sot për të parë me temën, aq më tepër që tema është diskutuar dhe ditën e dieshme. Kështu që këto gjëra duhet ishin marrë parasysh. Atëherë pa humbur kohë, po kaloj direkt tek pikët. Ekipi të cilin ne kemi vendosur që të kalojmë në finale është ekipi i TBU-s dhe ekipi i Elbasanit do të kalojë në finalen e vogël. Shumë faleminderit edhe shumë suksese. Faleminderit juris për vlerësimin. Skuadra e Elbasanit do të vazhdoj tani garën për finalen e vogël me skuadrën e Universitetit të Shkodrës. TBU-ja do të qëndroj këtu si audiencë, është mirë që të dëgjoni. Shumë faleminderit, suksese për finalen e madhe. Vajzat e Shkodrës, ju lutem të pozicionohemi sa më përpara sepse jemi pak me vonesë.